Egli, me nervozizëm të dukshëm në fytyrë, afrohet me hapa të shpejt drejt Rozanës, e cila qëndron e qetë duke e vështruar me një buzëqeshje të lehtë, sikur të mos e merrte seriozisht. Rozana, ti je njeriu më manipulues dhe më i keq që kam njohur ndonjëherë. Thot Egli me një ton të lartë, duke e drejtuar gishtin nga ajo. Ti po më fut në telashe me Danjen dhe po bën gjithçka që të më nxjerrësh keq përpara të gjithëve. Rozana qesh me ironi dhe kryqëzon duart mbi gjoks. Oh, Egli, sa dramatike që je. Unë nuk kam nevojë të fus në telashe, ti vetë je eksperte në këtë gjë. Thjesht po të tregoj atë që ndoshta nuk do ta pranosh kurrë. Egli e shikon me përbuzje dhe tund kokën. Mos u mundo të bësh si e zgjuar me mua. Ti e di shumë mirë që po luan një lojë të pisë. Je përpjekur të më bësh të dukem keq përpara Danjës, përpara Gjestit, përpara të gjithëve. Ti thjesht nuk di të jesh e sinqert, gjithçka e bën me një qëllim. Rozana buzëqesh edhe më gjerë dhe ngre vetullat. Ndoshta ti je ajo që nuk e sheh realitetin, Egli. Ndoshta po të shije pak më qartë, do ta kuptoje se nuk të ka futur askush në telashe, ti vetë je futur në to. Dhe, e di çfarë? Nuk është faji im që Danja e ka kuptuar më në fund se kush je ti me të vërtetë. Sytë e Eglit ndizen nga zemërimi dhe ajo bën një hap më afër. Ti je thjesht një intrigante që s'di të bëj asgjë tjetër përveç se të shtyj njerëzit kundër njëri tjetrit. Por dije një gjë, Rozana, loja jote nuk do zgjas shumë. Do të vijë dita që të gjithë do ta kuptojnë se kush je në të vërtetë. Rozana pshertin dhe tund kokën, sikur të ishte lodhur nga debati. Egli, Egli. Sa më shumë e ngre zërin, aq më shumë duket që ke frikë. Po ndoshta ke të drejtë për një gjë, do të vijë dita kur gjithçka do të dalë në shesh. Dhe ndoshta nuk do të pëlqej ajo që do të shohësh. Egli e shikon edhe një herë me inat, pastaj largohet me hapa të shpejt, ndërsa Rozana mbetet pas duke buzëqeshur me një shprehje triumfi.